Allahu është ai I cili I dha fitore të madhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e që është fjala për marrëveshjen e Hudejbis. Allahu është ai I cili zbriti as-sakine, qetësi, prehje në zemrat e besimtarëve. Sakine është një prehje, është një qetësi, është një forcë, është një energji, është rahmeti I madh I Allahut subhanahu ibn Abbas, rahmeti I Allahut I madh, të cilën Allahu e zbret në zemrat e besimtarëve në momentet më kritike, më të rënda të jetës së tyre. Sahabët megjithse ishin nisur për në Mekë të papragaditur për luftë, në Ihrama, me vete kurban. Armët mbrojtëse që ishte rotuni me I bardh, me vete, por jo armatos për me luftu. Njëti ty në ishte me hin Mekë për umre, jo për luftë. Megjithatë, sikurse ju imponu lufta. Kur e përhap lajmi se Osmani u vra në Mekë, edhe se sahabët u zotuan se nuk kanë për të kthyer pemër hakun e Osmanit. Deri me një kanë me vdekë. Dhe edhe në besë e pejgamberit në pemën e përmendur të në Koran që na vije më vonë. E të Allahut janë ushtrit e qive dhe të tokës. La ilaha illallah. Nuk e dishin me kasit atje. Dhe nuk e dishin munafikët ka në Medinë, të cilët nuk ju kishin bashkangjitur këtij grupit madh me 1500 vetave. Për ta bërë umrën, nuk e din ata se Allahut janë ushtrit e qive dhe të tokës. E që është thot Ibn Kathiri, e po të dënte Allahu, vetëm një melek ta urdhëronte, do të shkatronte me çka ka. Të Allahut janë ushtrit e qive dhe të tokës. Duke filluar prej melaqeve lart në qiell, edhe shejtanët janë ushtri I Allahut poshtë në tokë, edhe insanët janë ushtri I Allahut poshtë në tokë, edhe tëna mahlukatet, edhe insektet janë ushtri I Allahut poshtë në tokë, madje edhe era, e shiu, e fortuna, e tërmetet, dhe çdo gjë në këtë gjithësi është ushtri I Allahut. Tebareke wa ta'ala, shka thonë Allahu, wa ma ja'lemu junuda rabbike illa hu, dhe askush nuk I di, nuk mund të numëroj ushtrit e Allahut për lartëmadhërisë tina. Pra ushtrit e tina, çka kanë qildën tokë? E që I bie, po të dënte, me përdor ushtrinë e vetë, ka e ka, edhe të shkatëran, me kaset në Mekë atje. Ka munafiqet me din, dhe pejgamberi hinë në Mekë, pa luftë. Se del para kërkush. Psa zërë për Zotin? E pse nuk e bëri për Allah? Për ata atje, dhe pse nuk e bën për nesët. Se pare nuk në takon neve, me pyet Zotin pse nuk e bën. Për ata Allahu thënë fund, wa kana Allahu aliman. Allahu është gjithë dishëm. Ai din çka s'dini jo. Nuk e qej ushtrinë e vet, me shkatëru me kaset, e me dinasit ka respektivisht munafikët, e atje me vonë persianët, atje me vonë rramaket e tjetër. Por, wa legjitimoi jihadin. Ja, ku keni jihadin? Tregon e bornin e juaj. Ja, po thëni se jenë besimtar, po. Apo thëni çka të thot Allahu dhe I dërguari I tij, krya e punë, po. Ja, ku jihadit dini. Edhe tregone. Dhe në përmet jihadit pastaj, dihen burrat e mëdhenj që kanë perime. Sikur këta sahab këtu, të cilët u zotuan, u betuan, I dhanë besën pejgamberit deri në fund, do të shkatërrohemi, do të vdesemi, nuk ka kush që tërhiqet mrapa. Na gjallë mu tërhiq ju. S'manen me na vra ata, nëse na për luftë. Po kërkon për nesh ja Rasulullah, me qenë të gatë shumë, na jena të gatë. Edhe në pravimin, ku e ditën këta që ndodhë? Andaj do të më lodhë këtë dunja. Pra ligjet e Zotit janë të tilla. Dënë gjennet, dënë më të falë gjennahet, dënë më shtu bezemin gjehnemit, e që është fitore madhe, lëdhu të në dunja. Lëdhu, por në rrugë të Zotit, e mos e lëdhë në rrugë drejqit. Lëdhu, mundohu dhe ndiqe rrugën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndiqe rrugën atyre selefëve, sahabëve dhe të tjerëve që kanë qenë më pas. Ndiqe rrugën e tyre. Vjen gjihadi. Zvjen gjihadi kur gjëna qëtu jemë. Nashta sa mënë se Zoti kur tanë jetë me pas gjihad. Mirë, kryna punë të tjera. Gjihadi është gjihadi nefsit. Gjihadi ka të shumëta, llojet shumëta. Por edhe nëse vjen rast me luftu, qysh ka qenë 8-90, dëhet me qenë musliman të gatsh. Dash me dha përvimin. Mos dash futesh të në jetë tjera që vinë me pas, edhe futesh lise në munafikave atje. Ja këthen shpinën në vatanit, e ikna për blaz, e ikna për morin, e ikna për durs, e ikna për fund. Zelanda në atje, fund. Atje ku për të në thonë, të poshke ditet në thonë, dynjas, pitutët se pënzen shkau, e jo pashalta. Ja, nuk ka pavlu. Nuk ka pavlu. Din do të më lodhë, do të më punu. Kur ta shofin ka hecë kë islam, kë ka hecë, kë është të hecë, kë ka me hecë. Me mu pa mu, me ju pa ju, me ne pa ne. Hecë është I Zotit.
Pra këtu, sa ngusht ka qenë këtu, la ilaha illallah. Dhe Allah në këtu momente për premton musliman se dhe për kërstën munafik të pagan se ju din ka me hedhë asaj periudhe, do ta shihni ju, që ka qenë ka dërndjet Zotit, kur kanë zbritur ajete, por realit ka marrë në mejdan praktik, me njëherë ka nisë mas pak mujve, duke hi kabile të ndryshme në fe, duke përhap delegacione të davetit, duke lidh aleance, duke dërguar ftesa apo mesazhe mbretërve të tjerë që jashtë Mekës e Medinës të tjerëve, mbretër bizantine, persiane, Yemen, Bahrein, Egjipt dhe të tjerë, dhe përhap hajri o përhap që cekëm javën e kaluar, këtu kanë qenë 1500, dhe për 2 vjetë, që shtam ka thonë Zuhriu, sa beret qesme ka qenë kjo beslidhje, ku Allahu 10.000 vjetë a i bani. Vitin e 6 këtu, 1500. 6 vjetë, 1500. Për 2 vjetë, 10.000. Pra, shumë pati beret qëtë ma, kjo beslidhje, që qujtë Allahu vërtet fitore e madhe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Falenderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala, që është i përket e lartë madhërisë së tij. Salavat dhe selam i dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, e familjes së tij, e shokëve të tij, dhe shokëve të tij, dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve, të cilët e kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa dhe kësaj dite, dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, edhe me të jemi në surat El-Fath, respektivisht në fillim të saj, pasi që i marrëm vetëm 3 ajete
Dhe tani jemi në ajetën e 4, të 5, të 6 dhe të 7 të kësaj sureje të bekuar, apo në fragmentin e 2 të surës El-Fath, ku i madhi Allah te bareke wa taala pasi që më lartë ceko dhuntit e tij të mëdha ndaj Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë atij se ne ty ta kemi dhënë një fitore të madhe, e ty ti kemi falë gjënahat krejt o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ato që i ke bërë më herët dhe ato që i bën më vonë. Në vazhdim, Allahu i madhëruar cekë se çfarë u dha besimtarëve, respektivisht se disa dhunti të ti, disa dhunti të ti për muslimanët besimtar, të cilët e besuan Allahun hak dhe pejgamberin hak sallallahu alaihi wasallam. Dhe cekë gjithashtu disa shkaqe me të cilat Allahu i forcoi dhe i ngadhnjeu muslimanët në atë kohë, po Zoti është i njëjti, te bareke wa taala, ai që ka qenë për të ngadhnyer dhe triumfuar dhe dërguar të njëjtat shkaqe dhe muslimanëve në këtë zaman, me kusht që të jenë këta siç kanë qenë ata. E më pas i madhi Allah azza wa jall cek hidhrimin, e mallkimin, e dënimin, të cilën e ka përgatitur për munafikët, të cilëve gjithë herë, çdo zaman, në çdo kohë, e çdo vend u kanë pa sherrin muslimanët. Ata i mashtrojnë muslimanët, për Allahun nuk e mashtrojnë. E Allahu a din nifakin, hipokrizinë e tyre. Andaj edhe i shpërblen, respektivisht, u jep gjezan e merituar për nifakun e tyre, për hipokrizinë dhe keqardasjen që kanë karshi muslimanëve, e po ashtu edhe i dhujtarëve, e të cilët i kërcënon me dënim të rënd, të përhershëm në xhehenem, ul iyadhu billah, Allahu na ruaj. Tani, duke mbështetur të madhit Allah azza wa jall, duke kërkuar prej tij na lehtësim, bereqet, e sukses, shkojmë tek ajeti 4, mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dhe themi siç ka thënë Allahu, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahu është ai i cili zbriti, jo e vetë për zbriti ai, zbriti as-sakine, qetësi, prehje në zemrat e besimtarëve. Allahu është ai i cili i dha fitore të madhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e që është fjala për marrëveshjen e Hudejbijës, që kemi cekur shkurtimisht në ligjëratën e kaluar, ku Allahu e quajti fitore të madhe. Dhe në emën të saj, Zotën edhe surja ka të bëj krejt me te, prej emërtimit të saj e deri në fund. Ty o Muhammed, të dham këtë fitore të madhe, ty o Muhammed, të falëm gjënahat, nga të kërkuam që të bësh istikfar dhe rejnë istikfar dhe Allah të ngritin një dërejgje shumë të lartë, që se ka ngritur as kënd para teje, as pas teje deri në kiamet. Por edhe besimtarët ka me ngritë Zoti shumë lartë, ata të cilët janë me ty. Imam Taberiu dhe të tjerë kanë cekur nga Katade, Ikrime dhe ulemat të tjerë të selefve, se kur kanë zbritur 3 ajetet e para, se Allah azza wa jall e përgëzoi pejgamberin shumë sallallahu alaihi wasallam, inna fatahna laka fathan mubina, ne të dham të një fitore të qartë. E pastaj liyaghfir Allah laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara, për të falur ty Allah që gjënat që ke bërë më herët e më vonë, dhe deri te ajeti 3. Sahabët e thanë, lëmi ti ja Rasulullah, lëmi ti lumi ja Rasulullah.
Henien lek, Maria, orimet për ty. E neve qka. Pra ty Allah të fali. Ti e i garantuar, e siguruar, i mbrojtur, i përgëzuar. Po na qka? E Allahu zbriti të bare këtë lajete që vinë me pas. Thëtë Allahu pra, hua alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahu është ai i cili zbriti as-sakina, qetësi, prehje në zemrat e besimtarëve. Për këtë fjalë të Allahut, as-sakina kemi folur shumë herë që nga surët al-Baqara e të tjerë, por s'prish punë për me cekë shkurtimisht. Sakina është një prehje, është një qetësi, është një forcë, është një energji, është rahmeti madh i Allah, si kanë Ibn Abbas, rahmeti Allah të madh, të cilën Allahu e zbret në zemrat e besimtarëve në momentet më kritike, më të rënda të jetës së tyre. Subhanallah, është ushtrin veti. Është ushtrin veti. Krejt dynjaja, apo ata që janë me ty të mërrohen, friksohen, në qëndrimet tua, po të ishin vend tënë, të veç kesh, i qetë, i mbështetur në Allahun, i pajtuar me kaderin e Allahut, të bareke wa ta'ala, dhe Allah nuk e banë. Këtu, muslimanët, ne cekom ligjëratën e kaluar, e që na vije prap, ajeti veçantë për beslidhjen që e kanë bërë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që quhet bej'atur ridvan, beslidhja e kënaqësisë. Sahabët megjithse ishin nisur për në Mekë të papragaditur për luftë, në Hrama, me vete kurbanat. Armët mbrojtëse që ishte rotuni, me i bartë, me vete, por i armatos për me liftu. Njëti ty në ishte me hin Mekë për umre, jo për luftë. Asnjë element i luftës nuk ishte prezent. Megjithatë, sikurse ju imponu lufta. Kur e përhap lajmi se Osmani u vran në Mekë, edhe se sahabët e zotuan se nuk kanë për të kthyer pemër hakun e Osmanit. Deri me një kanë me vdekë. Dhe edhe në besë e pejgamberit, në pemën e përmendur të në Koran që na vije më vonë. E që të cekum shkurtimisht dersin e kaluar. Pra, këta njerëz, me gjithë se s'është përgatitur për luftë, me gjithë se armiku këta ishin afër Mekës. E armiku ishte shumë i madh, e kishte armatim shumë. E të tjerë, ta për hir të imanit të tyre, për hir të tevekkulit, mbështetjes së tyre në Allahun, për hir të besimit të plot, Allahut të madhruar, në shtrimit të plot, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu zbriti atyre as-sakinata, një prehje, një qetësi në zemrat të tyre, ku llaf nuk e bënin ata, nëse ka ardhur kaderi momenti me vdekje. Edhe se probleme apo unë. Asnjë fije. Kjo është sakina. Qetësohen. Nuk e bëjnë mend, a vriten, a zinen rob, a gjemtohen, a dëmtohen, a zon. Kjo është sakina. Pra, sakina është diçka e mbrëmshme, një qetësi, një rahati, është një ndjenjë që ndjen robi në zemrën e tina, kur është në momentet më të rënda. Kur të tjerëve u dridhë goja, nuk din me fol, goja nuk din me fol, kamët nuk mujnë e zapojnë veten, pejtutës dhe me zipresin për me gjetë ndo një skaj, ndo një skutja, apo mënyrën që si më të hiqër, apo me hiqër. Në anën tjetër besimtarët janë të qetë, kjo është sakina. La ilaha illallah. Pra Allahu pa thot, është ai i njëjti, i cili i premtoi pejgamberit fitore.
Edhe e boni ka dërë më bë marrëveshja. Edhe i premtoi pejgamberit dhe ja fali gjunahet i gjitha. Është ai i cili u zbriti juve es-sekine në zemrat e juja një prehje dhe qetësi. Li yazdadu imanan ma imanihim, në mënyrë që besimtarët të shtohen apo të shtohet atyre besimtarëve që ishin pejgamberin imani mbi më shumë se sa imanin që e kishin. Pra ta ishin besimtarë, por tash këtu moment të bënë besimtarë dhe më të fortë dhe nuk e llogaritnin vdekjen dhe rezultatin e betejës. E ballafaqim në mëkas. Imani. Li yazdadu imanan ma imanihim, që në mënyrë që t'ju shtohet atyre imani me gjithë imanin që e kanë apo mbi imanin besimin që e kanë. Dhe ky ajet është prej ajeteve shumë të qarta, të cilat kjo pjesë ajetit, të cilat tregojnë qartë se imani është derexhat, shkallë. Për atë Imam Buhariu rahimahullah dhe të tjerë e marrin për argument këtë ajet e tjera se imani shtohet edhe pakohet. Madje Imam Buhariu në fillim në Kitabul Iman e fillon atje kreun e parë me pjesën e hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Bunia l-Islam ala khamsin, që është pjesë e hadithit, Islam është ndërtuar mbi 5 shtylla, e pastaj e cekit ajet koranor dhe ajet e tjera të surës në fillim surës Al-Anfal dhe të tjera të cilat tregojnë se imani shtohet dhe dobësohet, edhe cek edhe fjalë të ulemave, gjurmë të ulemave të selefëve, të cilët që të gjithë tregojnë se imani besimtarit shtohet edhe pakohet, forcohet edhe dobësohet. Pra Allahu i madhruar te bareke ve taala po i përgëzon muslimanët me disa të mira me të cilat e kanë ndëruar. Ai zbriti juve një prehje, një qetësi në zemrat tuaja. Po mirë, edhe sa të zbret Allah, edhe ka me zbrit gjithë Allah, pra ta rabë dhe ndaj ty në rabëve që dani madhe Zot te bareke ve taala. Li yazdadu imanan ma imanihim, e që atyre që shtohet imani, për pas imanit që kanë iman me iman, fort e maj fort. Sikur se neve që na shtohet imani dhe në ndihmën Allahut, heri jemi shumë të fort, sa që me nërë vdekja 5 pare si jepëm, heri jemi të likë, sa që me bo me nërë vdekja tutëm shumë, se shka bë Zotin me neve. Madje ka në herë dyshojnë, a krejtëru në Zot, a jem kënë të buks, nasi musliman, kuptimin figurativ, apo veç fjale kena. Pra imani shtohet dhe pakohet. O lillahi gjunudu samawati wal ard. E ushtrit e Allahut, e të Allahut janë ushtrit e qive dhe të tokës. La ilaha illallah, nuk e dishin me kaset atje, dhe nuk e dishin munafiqët kanë në Medinë, të cilët nuk ju kishin bashkan gjitur këti grupit madh me prej 1500 vetave. Për ta bërë umrën, nuk e din ata se të Allahut janë ushtrit e qive dhe të tokës. E që shtë Ibn Kathiri, e po të dënë të Allahu, vetëm një melek ta urdhëronte, do të shkatërronte me çka ka. Të Allahut janë ushtrit e qive dhe të tokës. Duke fillua prej melaqeve lartë në qiell, edhe shejtanët janë ushtri e Allahut poshtë në tokë, edhe insanët janë ushtri e Allahut poshtë në tokë, edhe tëna mahlukatet, edhe insektet janë ushtri e Allahut poshtë në tokë, madje edhe era, e shiu, e fortuna, e tërmetet, edhe çdo gjë në këtë gjithësi është ushtri e Allahut. Te bareke ve taala, shka thonë Allahu, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dhe askush nuk i di, nuk mund të numëroj ushtrit e Allahut për lartmadhërisë e tina. Pra, të Allahut janë të gjitha krijesat, dhe dhe për këtyne krijesave përdorë Allahu ushtrit vetën, po të donte me i shkatru me kasit, hiq pa bo marrëveshjen e Hudejbis. Një me laqë. Madje dhe tokën marrë të Allah, po të donë të Allah.
se që ndodhe me popullën e Lutit alayhi salam. Wa ja'alna 'aliha safilaha. Rrotulluam kështu. Një me laqe. Pra po të dënë të Allah, këtu do të më nalë robi. Si e nalë ata që kanë qenë para nesh, do të më nalë edhe ne. Të kjo pjesa e jetit. Po të dënë të Allahu, pra shtritë tinen, qka kanë qildën të e që i bje, po të dënte, me përdorë shtrinë e vetë, ka e ka. Edhe të shkatëran, me kaset në mek atje. Ka munafiket me din, dhe pejgamberi hinë në mek, pa luft. Se del para kërkush. Sa zërë për Zotin atë. E pse nuk e bëri? Për Allah? Për ata atje. Dhe pse nuk e bën për nesët? Pse nuk e bëri? Se pare nuk në takon neve, me pyet Zotin pse nuk e bëri. Për ata Allah thënë në fund, wa kana Allahu aliman. Allah është gjithë dishëm. A i din që ka s'dini jo. Nuk e qejo shtrinë e vetë, me shkatëru me kasit, e me dinasit ka respektivisht munafikët, e atje me vonë persianet, atje me vonë rëmaket e titije, por, wa legjitimoj gjihadin. O legjitimoj gjihad. Ja, për keni gjihadin, të regane bërnin e juaj. Të regane? Ja, po thëni se jenë besimtar, po. A po thëni qka të thëtë Allahu dhe i dërguar i ti o krya e pun, po. Ja, po gjihadit, dilni. Dilni, edhe të regane. Edhe në përme gjihadit pastaj, dihen borrat e mëdhej që kanë përime. Sikur këta sahab këtu, të cilët u zotuan, u betuan, i adhan besën pejgamberit deri në fund, do të shkatërohemi, do të vdesemi, nuk ka kush që tërhiqet mrapa. Na gjallë më tërhiq jo. S'manen me na vra ata, nëse na për luftë. Po kërkon për nesh ja Rasulullah, me qenë të gatë shumë, na jena të gatë shumë. E dham pravimin. Ku e ditën këta që apo ndodhë? Po të shkanë të radhë të Allahu atje me kaset. Apo po të thënë të pejgamberit lirë është ecë ti. Ecë! Që që tha Musa a.s. Ecë ndeti. Ecë ndeti. Veç ecë. Veç bërë shkap edhe ecë. Po të dënë të Allah do të bëtë një gjatë të tjilë. Por e nuk e bërë. Edhe me muslimanet. Me umjetin tonë. Pra e ka bëllë legjitim gjihadin. Në gjihadit dihen burrat e mëdhej. Po dihen dhe munafikat, hipokritët, të cilët i shgënjejnë muslimanët momentet më kritike. E që thashën në fillim munafikat, gjithmonë kanë qenë, janë dhe do të jenë sherrri më i madh kundër muslimanëve. Pra Allahu alimen e din Zoti këtë punë. Por kanë Allahu alimen e din Allahu pse nuk e qenë shtrit dhe të me shkatërruje muslimanët. O ju njerëz, hakimen Allah është i urtë. Fjalët e tina, veprimet e tina, caktimet e tina, dispozitat e tina, sheriati i tina, krejt janë me urtësi të përkryer. E pjesë e sajnë është edhe gjihadi. Ka urtësi të mëdha. Pra, këto urtësi janë për atë zaman, por janë edhe për këtë zaman. Pra nuk ka nevojë me pyet Allahun pse Allahun nuk dërgoi me leç apo ndonjë ushtri të tij me shkatërrua ata atje, sepse Allahu bën çka don dhe është i gjithdijshëm dhe është i urtë. Po ashtu nuk ka nevojë sa të muslimanët të sodit në përvendet të Islamit ku të coptohen, masakrohen, e shkatërrohen deri me një, nuk ka nevojë me dëshuar fuqinë e Allahut. As më thonë, o zës për në dërgëne me laqë me në ndihmu, shtëja jote është e pafundshme. Po, është e vërtet ajo. Ama, ju do të me kallëzu burnin e ju. Ju. Spastrënë vetë-vetën tuaj prej një fakut.
distancohuni prej mëkateve harameve, kthehuni në rrugë të Allahut, mbështetni Allahut, veproni sipas ligjeve të Allahut, e pastaj e zbret sekinë mbi ju. E ju ndihmani madhi Allah. Do të me kallëzu borni, trimni, kur është me kallëzu. Kur është me kallëzu. Për ndryshe, qësh më ditë monafiket prej besimtarët, mirë pej qive, ata që bojnë sabër, dërojnë për aty në që ka jenë borrat legjët të tjerë, qësh më ditë? E shef sa urtësit më dha ka në legislator, respektivisht këtë rast në gjihad. Shkojmë tutje, pra Allah i madhruar, do një tregu besimtarëve dhe të tjerëve se Allahu nuk i kur gjë, është pranari çdo gjëje, është Malik el Mulk. Të ti janë çka kanë qiellin tokë, kur doni përdor që është rritë vetë ndaj kujt të don. Por urtësitë e tij janë të tilla që ai don dhe kërkon dhe urdhëron që vetë besimtarët të dalin e ta kërkojnë fitoren, e ta tregojnë sinqeritetin, e devotshmërinë, e bindjen, e tawakkulin në Allahun e madhëruar. E pastaj ngritën lartë, si që ngritë sahabë. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Kjo është ajeti të cilën e kanë cek ulemat që thash fillim Imam Taberiu nga Ibn Qatada, Ikrim dhe të tjerë, se kur zbritën ajetet e para dhe sahabët e thanë henien leke ja Rasulullah, lëmët e ja Rasulullah, orime për ty, orime ty për na qka? E Allahu zbriti, liyudkhil al-mu'minina wal-mu'minat, për t'i futur muslimanët dhe muslimanët, besimtarë dhe besimtarët, gjennate në gjennete, apo në kopshte, në të cilat rrjedhin lumenjet, khalidine fiha, ku në to do t'jen për gjithmonë. Ta shpej përgëzana Allahu besimtarë se Zotë edhe për ju ka përgaditur. Anë pse jo në gradën e pejgamberit, a është pejgamber, por mjaftë edhe për ju, sa të dëni kini edhe jo. Sa të dëni dhe ja për ju janë gjenetet, kopshte, në të cilat palate, në të cilat rrjedhin lumen, dhe në to do t'jeni për gjithmonë. Dhe jo vetëm kaq, por edhe më shumë se kaq, o ju keffere anhum sejjiatihim. Dhe Allah i madhruar u afal gjënahet atyre të cilat i kanë bërë. Pra Allah për dënë me qëtësu muslimanët, se pasi që kërkon për ty në mu pëndu, por edhe nëse vdesin pa pëndu, subhanallah, Allah i madhruar i falë muslimanët, rahmeti tina është i madhë. Sepse s'bohet pa bojë gjënahet. E gjënat e cilat i bojmë një me emrin e Allahut, na i falë, Allah na i mbolën këtë dënja, na i falë në aheret. Madje shumë kënd asë që e mërë në pytje për ato gjënahe. Hiq. Por drejt e qënë në gjennet, se kur këta sahab të bekuar. Drejt në gjennet. Pra dhe va falë, Allahu gjënahet, وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Dhe vërtet një gjë e tillë. Futja në xhenet, falja gjënaheve, shpëtimi nga xhenem. La ilaha illallah, vërtet një gjë e tillë është një fitore e madhe. Sot të dush e madhe tek Allah. Të lumt, ata të lumt që futen këtë ajet dhe fitojnë këtë fitore të madhe, Allahu na bëf prej tyne, ja Rabbel Alamin. Dhe ka ajet është ngjajshëm ajetin kuranor, që surat Al-Imran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Dhe ai cili shpëton nga zjarmi i xhehenamit, largohet hop, nuk e lën Zoti me hin xhehenam, por se më laqet fshin ditë kiametit. La ilaha illallah. Dhe futet në xhenet, vërtet ka fituar fitore të madhe.
e që është ëndra dhe shpresa e çdo besimtari, Allahu na bëh prej tyre, ja Rabbel Alamin. Wa kana dhalika inda Allahi fawzan azima. Vërtet një gjë e tillë është fitore e madhe te Allahu te bareke ve taala. E çfarë dojnë na më shumë? Andaj do të më lodh këtë dunja. Pra ligjet e Zotit janë të tilla. Dën xhennet, dën më të fal xhenah, dën më shtu bezamin xhehenamit, e që është fitore e madhe, lodhu këtu në dunja. Lodhu, por në rrugë të Zotit, e mos e lodh në rrugë drejtshit. Lodhu, mundohu dhe ndiqe rrugën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndiqe rrugën atyre selefëve, sahabëve dhe të tjerëve që kanë qenë më pas. Ndiqe rrugën e tyre. Vjen gjihadi. Zvjen gjihadi kur gjë na çtu jem. Na shta sa mund se Zoti kur ton jetë me pas gjihad. Mirë. Kryejna punë të tjera. Gjihadi është gjihadi i nefsit. Gjihadi ka të shumta, lloje të shumta. Por edhe nëse vjen rasti me luftu, qysh ka qenë 80-90, dohet me qenë musliman të gatshëm. Dash me dha përvimin. Mos dash futesh të në jetë të tjera që vinë me pas, edhe futesh lisën e munafikave atje. Ja këthen shpinën në vatanit, e ikna për blaz, e ikna për morin, e ikna për durs, e ikna për fund. Zelanda në reja atje, fund, atje ku për të në thonë, të posh këtë ditit në thonë, dynjas, bitutët se të nëzën shkau, e pasha Zotit. E jo pasha ta, nuk ka Pavlo. Nuk ka Pavlo. Ndin do të më lodhë, do të më punu. Qysh kanë punu këta burrat më dhej? Që këtu, këtave që përgatitën, as një pikë gjaka nuk e derë. Sepse ka derët janë të mshefta. Pa thonë Zotë gjaki nuk derë, pa thonë Zotë njëri nuk vdes. Nuk vdes njëri ju, edhe nëse shkon në luft, edhe. Vdes. Në çdo gjë me kader të Allahut. Ama ti do të më tregu Zotit se unë jam burr i mirë dhe kam përime a Zotit jam. Unë kam përime. Edhe ty të tregoj unë ti din më mirë se unë, por unë të tregoj megjithatë atë premtim që ta kam dhënë ty se unë jam i sinqert në premtimin që ta kam dhënë. Apo që kam dhënë të dërguarit tënd Muhamedit për ta sahabë sallallahu alaihi wasallam. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. Me këtë fitore, me këtë beslidhje, me këtë marrëveshje, që u bu hajri madh me te, Allahu po do me përgëzu këta musliman për hatër të qëndrueshmërisë, të sinqeritetit, të gatishmërisë si tyne edhe për me vdek nëse nevoja, por në anën tjetër me këtë marrëveshje, të cilën muslimanët fillim e kundërshtuan respektivisht e konsideruan që kundër tyne, sikurse Omeri radhiyallahu anhu e që flasin prapë më vonë dikun atje, më vonë inshallah, por në fakt Allahu që në fillim surës e tha se kjo është fetë mubin, është fitore madhe, o ju musliman, dhe me këtë fitore të madhe, po do një përgëzu musliman dhe po do një me i ndëshku, me i denu munafiket dhe mushriket, me i denu një herë psikisht, e dikur me vonë edhe fizikisht. Me i denu psikisht, sepse këta menduan se puna muslimanëve e pat, ta përgatitin kurthe, që është me shkatru musliman me kaset atje nga ana tyne, munafiket kanë me din nga ana tyne, nga ana tjetër, por këta me dinakri, ndërsa me kaset, me luft haptazi. Rëndësishme dy partë po bëjnë kurthe. Edhe po shpresoj shumë ata që musliman dita se paten. E Allah po dënë me i dënu pa thatë për ti dënuar, me bo azab. Munafiket dhe munafiket, femrat dhe mashkujt, dhe mushriket dhe mushrikët, femrat dhe mashkuj, duke e parë ata se ky islam veç po hecë. Dhe se këta musliman veç po shtohen. Dhe se emri këti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam veç po vjen duke ju rrito. Dhe kështu ndodhi mas kësaj beslidhje. Kështu ndodhi. Pra ka me qenë tortur për ta, dënim kur ndëgjojnë këta, arriti Muhamedi
Që shka thënë Abu Sufjani atje që Imam Bukhariu në sahihin e vetë. Arriti, Abu Sufjani thëtë, Muhamedi, arriti, me dërgu letër, Herakliu, mbretit, të perëndërisë Bizantinë, mbretit dënjas, koko. Thëtë, këtu pas ka arrit puna e tina, emni ti, këtu pas ka ardhë, zani tina, këtu pas ka ardhë, e pat puna jonë, e pat pra, dita ditës jo, se ju shkut, edhe shumë pak ndodhe vitin e 8, të ishte viti 6, o këthi kështu, sepse është i Rumekja. Pra Allahu pa thë të bareke wa ta'ala, me i dënu, me i torturu, me i ndëshku, munafiket, themë dhe mashkuj, dhe mushriket, themë dhe mashkuj, e dhanin e billahi dhanë në sau, të cilët menojnë për Allahun keq, e që i bi menojnë për Islamin keq, menojnë për pejgamberin keq, menojnë keq. Keq mendojnë ata, sepse ata mendonin, munafiket kanë Medine, të cilët hezituan më nis me pejgamberin dhe me ushtrin drejt Mekës për umre, këta mendonin se pse apo të kthehet në një gjallë për muslimanëve, ty bën të ka kthy asnjë. Jo, po ta kupton që kanë Milan me kaset me pështuan e për ty në më këthi gjalla, keni me paju. Vesh ku t'ju me lajmë këtu që ata e patën. Pra, këta me ndonin keq për muslimanët. Në anën tjetër me kaset atje, me ndonin gjithashtu keqëzi e mazi kodër muslimanët, e Allahu pa thët, se ata që menuan keq për muslimanët, alehim daire të su, daire është me bu kështu. Pra, sikur se dikush, kur e bën një farë kurthë, dikujnë në të në anë, e qatë kurthë e këthejnë tina në krytina, bëm, që është shpreha Allahu të barek të ala në kuptim të përgjithshëm fjallorin tonë. Alehim daire të su. E përdojnë në rapt këtë fjallë, kur dojnë me të regu dikujna, apo me mbledh me dikujna me thonë, bënja dikuj, por të duru daire alejk, ose alejhi, i kthehet aja silja, rëmëllaku, i kthehet atina në kry. Edhe që ashtu është, kur ja bën dikujna kurthat, kur ja hap pusin dikuj, bje vetën te. Kur ja bën kurthat dikujna, mas pari dhe mas shumë të ka shanë se e vetë me ranë tu. E Allah po dhët, ata kanë ranë tu. Bëm. Ata kanë dash me pelësit muslimant, me indëshku muslimant, mundësisht me shkatru krejt, por nuk jarët, muslimant të ngretën, ta letë kupe letë përsasin. Pra letë tërtërohen në heret psikikisht. U ghadib Allahu alejhim, dhe vetëm ka që i dënej Allahu njërë psikike, kur e pa në islamin ka jesë për para, dhe kur për thëmë këta, për më këtojnë ta shtatë codit, ha? Për këta codit, qëto është ta munafikat e tonë, qëto? Pasha Zotin, kur e din që ju për vinin gjami, për mështë në gjami, dhe kur e din gjithë ta muslimanë e muslimane, të cilët për vëzohen, e për falin, e të shënë të mëtrat luta, e këta djemë këtë sënet, këta shqyqër që ka, që është spitalit e në këtu natë, edhe ta ka jenë avansu bukur shumë, se infrakti dëngje, kanje i përsasin dhe i natë. Allahu adha është hakin atyne që luftojnë dhe urrejnë islamin dhe muslimant, sepse islamin dhe muslimant janë hajrë për këtë dijanë, nuk ka shërta. Pra s'kem që i bëjmë me tërtërohen edhe këta. Kur ta shofin ka hecë kë islam, kë ka hecë, kë është të hecë, kë ka me hecë. Me mu pa mu, me ju pa ju. Me ne pa ne, hecë është i Zotit. Pra këtu, sa ngusht ka qenë këtu, la ilaha illallah. Dhe Allah në këtu momente për premton muslimon se, dhe për kërës në nafikte paganë, se kë din, ka me hezë asaj periude, do të shihni ju, kjo ka qenë ka dërndijet Zotit, kur kanë zbritë ajete, por realit ka norën me i dënë praktik, me njëherja ka njësë mas pak mujve, duke hi kabilet të ndryshme në fejë, duke përhap delegacionet, davetit, duke lidha alianse, duke dërguar ftesa, apo mesazhe mbretërve të tjerë që jashtë Mekës e Medinës të tjerëve, mbretër Bizantine, Persiane, Jemen, Bahrein, Egypte dhe të tjerë, dhe përhap hajri, o përhap që të sekëm javën e kaluar, këtu kanë qenë 1500. Dhe për 2 vjetë, që shtam ka thonë Zuhriu, sa beret qesme ka qenë kjo beslidhje, ku Allahu 10.000 veta i bani. 10.000 veta. Viti 2 në Mekë, sa kanë musliman, në luftën e Bedrit. Në fillim të islamit, kanë 313, 14, 15, vitin e 2 të hijri. Vitin e 3 në Hud, kanë 1.000. 300 tërheqen me Abdullah bin Ubej bin Selul, një kryerën munafikëve, metën 700.
Vitin e 6 këtu, 1500. 6 vjet, 1500. Për 2 vjet, 10.000. Pra, shumë pati bereqet madh, ke beslidhje, që qujtë Allahu vërtet fitore e madhe. Këthejmë të kajeti, pra Allahu ka me i dënu këta, atëherë, po edhe sët ka me i dënu, pse që kishta, po edhe fizikisht kur dënë, më që ka dënë me ta, të bareke wa ta'ala, dhe, wa ghadib Allahu alejhim, wa la'anahum, wa adda lahum jahannama, është hidhruar ndaj tyre, zemruar ndaj tyre, është zemru, është hidhruar, dhe i ka mallkuar, e si rrjedhoj ka largu për rahmetit vetë. Largimi i dikujt për rahmetit të ti, nga lartmadhëria e ti është mallkim. E largimi i dikujt nga rahmeti i Allahut është barazime, haram e ka xhenetin. Sepse ai njeri ndaj të cilit Allahu e ka ndërprer rahmetin e tina, apo e ka bërë lanet, ai xhenet nuk hen. Për ata kem daluar ne me bërë lanet besimtarin. Madje dhe jo besimtarin. Me emën, në këtë dynja sa të jetë gjallë. Nga se ka mësi, nese pas nese o zohet. E te me momentin që e malken dikant me emën, jo besimtar, i bije që ti po thua zët, bënja këti haram netën për gjithmonë. Bënja haram rahmetet për gjithmonë. E pse për ndërhen mes ti dhe mes robit? Po ti i thuj o zët, ndryshë lutë për të qka dush, për jo për malken. Nëse kësh mesele tjetër, ku e cikat imam Bukhari, imam Muslimin në sahin e vetë, neve vijë spegan dhe lemat e tjerë, sa është fërtemi jonja dhe kemi full me heret për ta. Por së do që tjetë, pra Allah është i hidhruar, hidhrimi është me butë se sa hidhrimi e Allahot është shumë i randë, formalkimi është me ndërprej me ndalu me hingjene, së do që tjetë. Allah është i hidhruar ndaj tyre, i ka bërë lenet ata, ka mallkuar dhe ka përgatitur për ta xhehenamin. Allahu na ruajt ve sa'at masira dhe sa vend i keq është ai. E ka më i keq se xhehenami, ku njeriu dënohet, torturohet për gjithmonë, waliyadhu billah, Allahu na ruajt. Në fund thot Allahu, walillahi junudu samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima. Të Allahut janë ushtrit e qive dhe të tokës, dhe Allahu është azizen, i plot fuqishëm, i gjithë fuqishëm, i pamposhtur, hakimin i urtë. Allahu e përsërit këtë ajet, edhe me herët tha të ati janë ushtrit e qive të tokës, edhe këtë thot të ati janë ushtrit e qive të tokës. E pse përsëriti? Nuk ka në Koran dhe që ka përsëritja rasisht, nuk ka, por ka urtësi. Pra te më Raziju të këja jetë koranor, thët, Allah ka përsëritur 2 herë këtë, fjalin e tina, ushtrit e ti janë të qive dhe të tokës, sepse ushtrit e Allahut mujnë me qenë rahmet për evlijat e ti dhe mund të jenë gazeb dhe dënim për dëshmën të tina. Pjesën e parë, Allahu Azza wa Jalla, në jetën e parë, tregoj, deshti me përgëzu musliman, e mja bo me dije muslimanve, por edhe të tjerve, se Allahu ka ushtri, dhe ushtrit e tina janë pafundshme të qive të tokës, dhe me desht i ndihmon besimtarët e tina me to. I ndihmon besimtarët e tina. Qysh edhe ka ndihmuar në Bedra dhe të tjerë me milaqe. Tamam. Por këtu tash, po dëmija bo me dije munafikve dhe mushrikve, se Allahu po të doj, ju shkatron juve me çka të dënë. Kur të bi ju, të kjo ajet koranor, e përmend thët është thonë gjithashtu se kur ndëgjaj Abdullah bin Ubej bin Seluli kreu i munafikëve që ishte në Medinë kësë, që ishte shku me ta në Hudejbija atje në Mekë, kur ndëgjaj se ka ndodhur një marrëveshje, është arrit një marrëveshje, armë pëshim dhe marrëveshje, një beslidhe, një traktat, që është dush, mes muslimanëve dhe idhujtarëve, natërisht i ka shumë keq. Sepse kënjërë ka menu që nuk kanë më këthjastin gjallë ata. Por kur ndëgjej që diçka e tillë ka ndodhur, nga mlefi madh tha, a mendon Muhamedi, nëse arriti me mashtru me kaset, dhe me bo një beslidhje, madje, edhe nëse arrit me shliru Mekën, a mendon ai se i hoqi qafësh armisht e tina krejt,
Po ku janë persian, po ku janë romak, sa armiku i madhe krejt, sa armiku i shumë të krejt ata kundër Muhamedit janë, s'ka ka jaman kë. E Allahu të bareke wa ta'ala, po i thët, dhe të ti janë ushtrit e qive dhe të tokës, la ilahe illallah, e që janë shumë, shumë a shumë dhe shumë të fortë, sa ushtria persiane, romake, po kush janë romak, po kush janë bizantint, po kush janë persian, po kush janë krejt njerëzimi karshi ushtrisë e Allahut të bareke wa ta'ala, wa kana Allahu azizan hakima, vërtet Allahu aziz, i fort, i pamposhtur, i gjithfuqishëm, bën çka don, kur don, nuk ka kush që i del para, nuk ka kush që mund e ndal, nuk ka kush që mund ja kthen apo i reziston dënimit të tij apo ndërimit të tij. S'ka kush, i pamposhtur. Hakim është i urtë dhe urtësia e tij është e përkryer. Elhamdulillah për këtë Islam, elhamdulillah për iman, elhamdulillah për këtë Koran, elhamdulillah për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahu në ruajt këtë iman e në shtoft imanin mbi imanin që e kem. Ja Rabbel Alamin, e në bëfti jetojmë si musliman, e të vdesim si musliman, e të rinjallëm si musliman, e të takohëm me ata burrat më dhej që kam dek para ne si musliman. Allahumma amin, wallahu alam, wa salillahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.